Vetëm një javë pas nisjes së sezonit të tretë, formati televiziv në ndrekimin e Arbana Osmanit vijon të jetë në qendër të vëmendjes dhe diskutimeve në rrjet. Edhe pse reagimet e publikut kanë qenë të ndryshme, një pjesë e mirë e vëmendjes është përqendruar tek dinamika e krijuar brenda shtëpisë, ku figura si Mimoza Ahmeti kanë arritur të bëhen virale. Megjithatë, duket se produksioni nuk ka ndërmend të ndalet me kaq. Ashtu si që ishte paralajmëruar më herët nga Prive By Liberta Spahiu, për primen e tretë pritet një hyrje e rëndësishme që mund të ndryshojë rrjedhën e lojës. Sipas burimeve, një nga emrat më të përfolur është Ilir Shaqiri, fituesi i edicionit të parë të Big Brother VIP Albania. Ende nuk dihet se çfarë ka shtyrë Shaqirin të rikthehet në një format të ngjashëm, duke qenë se ai më parë ka arritur sukses maksimal duke fituar çmimin e madh prej 100.000 eurosh. Megjithatë, burime jo zyrtare sugjerojnë se ofertat financiare nga produksioni kanë luajtur një rol të rëndësishëm në këtë vendim. Po ashtu, në qarkullim është edhe emri Ermiona Lekbellos, një tjetër personazh i njohur për publikun nga edicionet e mëparshme. Nëse kjo hyrje konfirmohet, pritet që dinamika brenda shtëpisë të intensifikohet, duke krijuar përplasje të reja dhe ndoshta edhe rivalitete direkte. Mbetet për të parë nëse rikthimi i figurave të njohura do të sjellë freski apo thjesht një riciklim të personazheve, ndërsa përgjigjet pritet të zbulohen në primen e kësaj mbrëmjeje, duke nisur nga ora 21:00.